E po shumë shpejt do të mësohen emrat e ri të kabinetit që do të udhëheqë kryeministri Kurti, në ndërkohë për zgjedhjen e kryeparlamentarit të Kosovës Sonjës Albulena Haxhiu, po vinë urimet dhe po shtohen, është ish kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, që fillimisht sigurisht ka uruar konstituimin e legislaturës së 10 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ai ka uruar deputetët të zgjedhur, ju ka uruar punë të mbarë dhe kurajo për të marrë vendime në interes të qytetarëve dhe të shtetit. Ndër të tjera ka thënë që dua të theksoj veçanërisht deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, duke i uruar që të përfaqësojnë me dinjitet besimin e qytetarëve, të jenë zëvendësishëm interesit shtetëror dhe gardian të kushtetutës në çdo rrethon, ka thënë kështu Krasniqi. Ai po ashtu ka theksuar edhe rëndësinë e mbrojtjes dinjitoze dhe të unifikuar për çlirimtarët e Kosovës, duke përmendur fazën finale të procesit gjyqësor në Hag, i cili sot ka qenë drejt për drejt në Hag, dhe sigurisht që i njëjti do të vazhdoj edhe ditën e nesërme, duke filluar nga ora 9. Pra, në pritje të seancës, të përlajmëruar për orën 19, por natyrisht që shifet që është shtuar, deputetët e lëvizjes vetëvendos